Pamjet virale në rrjet, del video e sherrit të Rozanës dhe Rozarta Shkurtës. Rezarta befason me fjalët për Rozanën. Në prajmen e fundit në Big Brother VIP, një debat ndodhi midis Kellit dhe Rozana Radit, teksa Kelli përmendi një ngjarje që ka ndodhur vite më parë, kur Rozana ishte pjesë e një spektakli tjetër pas një përplasje fizike me Rezarta Shkurtën. Kelli tha Rozanës se kishte parë pamjet e sherrit të saj me Rezartën në rrjetet sociale, gjë që e revoltoi menjëherë këngëtaren. Ajo e kundërshtoi ashpër duke thënë se kishte gabim dhe se konflikt nuk kishte ndodhur kurrë brenda atij spektakli për jashtë tij, teksa Rozana sqaroi se sherri me Rezartën kishte shkuar deri në gjykat kur ajo është shpallur e pafalshme. E ka reaguar edhe Rozarta Shkurta vetë, që ka sqaruar në mënyrë publike në rrjetet sociale e duke hedhur dritë mbi atë që ka ndodhur realisht midis saj e Rozanës. Ajo tregoi se konflikti që përflitet ka ndodhur në 2008 në një program televiziv, por ishte thjesht një debat banal mbi pastat. Po e dëgjuat mirë teksa ja sqaron: "Më keni shkruar kaq shumë dje." E vërteta me pak fjalë, unë dhe Rozana rreth vitit 2008 kemi qenë në një show së bashku. Në atë program kemi pasur një konflikt shumë të vogël, për të qenë të sinqert, ishte një debat pas një lloj rëndësie, sidomos krahasuar me atë që shihni sot në Big Brother. Tema e konfliktit: thjesht i bëjmë pastat me salcë apo me domatet e freskëta. Ishte dita e 10 e showit, fjalë vajzash të reja pas një pasojë serioze. Pra video dhune që përmendet nuk është e vërtet, sepse diçka e tillë nuk ka ndodhur kurrë. Rreth 4 vite më vonë, afërsisht në 2012, kam pasur një tjetër konflikt me Rozanën, edhe këtë herë për arsye profesionale, jo për dashuriçka, siç është përfolur nëpër portale, por kemi qenë të reja si atëherë dhe sot shumë gjëra bëhen për të krijuar zhurmë që fatkeqësisht është gjithmonë e nevojshme në botën e showbizit. E vërteta është se pas kaq shumë vitesh, ato konflikte pas një temë serioze besoj se janë të harruara, si për mua ashtu edhe për Rozanën. Rozana nuk ka qenë asnjëherë mikja ime, por në të njëjtën kohë asnjëherë armike. Përkundrazi, në këtë Big Brother kam parë të ajo një vajzë më të rritur dhe të ndryshuar për mirë. Le të kujtojmë se jeta reale ka më shumë vlera se dramat televizive, ka sqaruar ajo situatën.